që jesh shumë melankolik, ky nuk është teatr, ky është kuvend. Ju i takoni një partije politike dhe unë e qmoj atë. Po mos më moralizo mua si Ismet Beqiri, si deputet i barabart, dhe mos më trego çka duhet me bo. Mënyrën më të sinqert po e them, vërtet kjo është lujtje me ndjenjat e njerëzve. Ti mundesh me arsyetu atë që e thoni, ne jetojmë Kosovë dhe mos më shpjegoti mu kush me sa jeton, sepse këtë hall qytetarëve jemi gjithë thirrur këtu me ndo, me pa mundësin me ju ndihmu. Por vërtet nuk na duhen kësi gjërash, kësi lojrash, edhe me fjalë, edhe me të vërtet është diçka që në nderin e deputetit nuk shojnë këto gjëra me bo teatr këtu në një kuvend serioz, ku ju e thoni mendimin tuaj, por s'ke nevoj mu me drejtu ti mua, a e di une, apo se di, se me sa jetojnë ose sa marrin qytetarët me asistencë sociale një qytetarë në ditët. Mosni se kjo nuk ndihmon kurrë, absolutisht, as aty nuk ju ndihmon kurrë. Këto, prandaj, është mirë me e thonë mendimin tuaj dhe mos se nuk është hera e parë që merreni me gjëra për mu, ndje keq me e thonë, sinqerisht nga ata qytetarë, gjëra teatrale dhe nuk duhet me i bo këto gjona, se jem në kuvend dhe jem deputet që kemi përgjegjësi.